Pejgamberi a.s. falë sabahun. Një nga ato që fali sabahun ishte gruaja vet bashortja. Edhe mbaron pejgamberi sabahun, jep selam. Selam aleikum wa rahmetullah. Selam aleikum wa rahmetullah. Se Islami është dituri, edhe ti t'jesh i qartë në atë që bën. Dhe pejgamberi boni dhikrin për kujtimet që bëhen, duat, gjërat, një kohë saktuar shkurtër, u ngret edhe iku. Ikën gjithë besimtarët dhe vjen pejgamberi a.s. para i les dhe hynë në xhami. Qatë shikon bashortën e vetë, si që kështelon, basi ka falë sabahun, deri në kohën e iles. Afërsisht ora 12:30. Nga ora 5 deri në 12:30, ullë në atë vend që e kështelon pejgamberi që e kështë pa kur iku mas sabahut. Kur e pa, tha, o bashortja ime, tha, s'ke lëviz fare? Tha, jo, pasha Zotin, këtu kam qenë. Tha, çfarë ke bërë? Tha, vetëm kam madhëru, kam lartësu, të madhi Zoti qofsha ati falë. Bashortja pejgamberit a.s. Shikoje diturinë islame, mençurinë islame, bukurinë e përkufizimit islam. Tha, o bashortja ime, a të themi diçka? Tha, po. Tha, unë kur kam falë sabahun dhe kam bë për kujtime dhe lavdrime dhe lutjet në sabah, kam thonë një lutje që po ta peshosh, ta vesh në peshore me ato që ke bërë ti me orë tëra, kjo që kam bë unë është më me peshkë Zoti. La ilaha illallah. Të ta themi gjo, sot gjuma, fillojmë ne dhe themi la ilaha illallah dhe derisa të vdesim nuk pushojmë. Sot këtë lutje që do themun është më e fortë se sa gjithë jeta atij që tha la ilaha illallah. A ka mundësi kjo? Po Islami e ka dhënë këtë mundësi. Dhe bashortja vetë bëhet kurioze, çka ka thonë pejgamberi a.s. Një gjë që kaloka orë të tëra që unë kam madhëru Zotin. Tha, kam thënë bashortja ime, subhanallahi wa bihamdi, i lartësuar dhe i falënderuar shumë je o Zot, adet e khalqihi, wa ridan nefsihi, wa zinet e arshihi, wa midad e kelimati. Që ka thënë? Falënderimet dhe lartësimet e plota i takojnë Zotit gjithësisë. Sa o Zot, takojnë falënderimet dhe lartësimet, sa krijesa ke kriju, sa është kënaqësia jote, sa është bukuria e arshit tënd dhe sa është përsosmëria e fjalës tënde. Tani bëjmë një llogari shpejt dhe e mbyllim, po këtë duhet me mësu, po deshe që dalësh ditë gjykimit me miliarda falënderime. Ka thonë, lartësimet dhe falënderimet janë për Zotin sa? Adet e khalqihi, sa krijesa ka ai, sa ka ai për njerëzve, sa ka ai për gjinve, sa ka ai për engjëve, sa ka ai për shpendve, sa ka ai krijesa për insekteve, sa ka ai për sendeve, me miliarda dhe ti kur e thu këtë, ke bo miliarda falënderime. U rridam nefsihi dhe sa është kënaqësia e Zotit, sa është kënaqësia e Zotit s'ka kufi, ti ke bo falënderime pa kufi. Wazinet e arshit dhe sa është bukuria dhe pesha e arshit tënd. Arshi Zotit gjithësisë është më i madh se qiejt dhe toka, ti ke bo falënderim më shumë se qiejt dhe toka. Wa midad e kelimati. Dhe sa është përsosmëria fjalës tënde. Di çfarë thot Kurani dhe kam shumë dëshirë ta mbyll me këtë ajet, se këtë e thot vetëm Allahu. Po këtë s'mundet ta thot njeriu. Çka ka thënë Kurani? Sikur pemët, shikoj sa e bukur është, kjo është e Zotit gjithësisë. Këtë e thot vetëm ai që i ka kriju vetë. Shive çfarë ka thënë? As sa bukur e ka thënë. Ka thënë sikur pemët, gjithë pemët në tokë t'ishin lapsa, e sikur gjithë detet t'ishin boj, nuk do të mundeshit dot t'i shkrunit për sosmërit dhe krijimet madhështore të Zotit. Sikur pemët t'ishin lapsa, sikur detet t'ishin boj, nuk do të mundeshit dot t'i shkrunit krijimet madhështore që ka krijuar Zoti gjithësisë. Dhe kjo lutje çfarë thotë? O midad e kelimati. Pra, me miliarda falënderime, dhe ti mund të rish gjithë jetën thush la ilaha illallah, nuk i bën dot to miliarda. Dhe këtë i tha pejgamberi bashortës vet. Haroje udhven më përpara, këtë mos e haro, e ke për shpirtin tënd. Boje me pasion, se ndoshta i pranon Zoti del ditën e gjykimit me miliarda falënderime, e inshallah Zoti kështu na nxjerr ditë gjykimit. Amin ya rabbel alamin.